Dhurat për djalin shkuam që të marrim sot, me që kishte emrin, edhe bajtëm të gjithë bashkë si familje, kuptohet, vetëm që kur shkuam atje pastaja, tek dyqani lodrave, po vija dhe unë bashkë vërdall me babajn dhe me djalin, edhe pastaja më thani që të vete të marrë të porosit për të ngrënë, se nuk gatova sot, e dielët, mos marrë edhe unë një ditë pushim, mora edhe unë një ditë pushim, nga vetja ime, edhe nuk gatova që kështu vajta të porosit ushqimin, deri në një farë vëndi isha, aty që shikoja se çfarë po merrnin, në fund pa pastaj, kur i ka unë, ndërruan mendje këta, edhe vajtën blen, mos e pyesni se ç'blen. E do t'ua tregoj në videon tjetër që po vjen tani, se çfarë mori djali dhurat për emrin sot bashkë me babain, që thoni e zgjodhen, e unë besoj se do dal nga shtëpia, se nuk do na nxjerr më në shtëpia të gjithëve bashkë. Edhe kështu që thoni, ky është ushqimi që porosita unë, nuk porosita tamam ushqimun, thoni tani,